Besnik Hasi nuk do të jetë më trajneri i Anderlechtit si pasojë e rezultateve negative. Skuadra belge ka vuajtur në Superligën e Belgjikës këto kohët e fundit, ku në 5 ndeshjet e fundit ka posuar 3 humbje dhe marrë vetëm 2 barazime. Kësaj Anderlechti ka vendosur të mos i japë më kohë teknikut shqiptar dhe ka njoftuar zyrtarisht ndërprerjen e bashkëpunimit. Anderlecht po e mbyll marrëveshjen me kryetrajnerin Besnik Hasi. Klubi dëshiron ta falenderojë për punën dhe dedikimin. Eduard Still do të jetë përkohësisht trajneri i skuadrës, thuhet ndër të tjera në njoftim. Humbja ditën e djeshme ndaj Standardit të Liezhit rezultoi fatale për Hasin, që në këtë sezon në 23 ndeshje regjistroi 10 fitore, 6 barazime dhe 7 humbje.